Qindra besimtarë u mblodhën në kishën historike të fshatit Vodic në Kolonjë për të kremtuar festën e fjetjes së hyjlinces Mari. Mes pjesëmarrësve ishin edhe emigrantë të rikthyer posaçërisht për këtë ditë, duke e kthyer festën në një moment bashkimi me familjen, komunitetin dhe vendlindjen. Për emigrantët kjo festë mbetet një traditë e rëndësishme që i rikthen çdo verë në vendin ku kanë lindur e janë rritur, duke ruajtur lidhjen me rënjët dhe zakonet e tyre. Çdo bear vim këtu, kemi mall, kemi njerëzit, kemi vendin, ne jemi me origjinë nga Vodica dhe këtu janë rënjët tona. Të parët, dhe kemi atë nostalgjinë dhe mundohemi t'ju japim dhe fëmijëve. Vim gati çdo vit, burrin e ka me origjinë nga Vodica, edhe kemi nostalgji dhe erdhëm për festën e Shërmërisë. Jemi larguar që në 97-ën, por rënjët i kemi këtu, edhe mallin e kemi shumë të madh. Tani kemi dalë në pension edhe rrim kohë më të gjatë. Ju uroj gjithë shqiptarëve, Zoti t'i bekojë, shëndet edhe begati t'u jap të gjithëve. Pas ceremonisë fetare, festimet vijuan në fshat në një atmosferë të ngrohtë, ku banorët dhe të rikthyerit për festën u bashkuan në aktivitete dhe momente të përbashkëta.